Pas publikimit të reklamës së jashtëzakonshme për kompaninë e njohur të Bulmetit Fshaqe, e cila ka bërë xhiron e rrjetit për stilin, origjinalitetin dhe realizimin e saj, nuk ka munguar edhe reagimi i menjëhershëm dhe plot krenari i moderatores bukuroshe Kiara Tito. Ajo ka zgjedhur të komentojë me shumë dashuri dhe humor në profilin e Louise Ailey, duke zbuluar një detaj që i ka surprizuar të gjithë ndjekësit. Je dhe regjisor pale, shkruan Kiara, duke e shoqëruar me një ikon të buzëqeshjes, duke treguar kështu se reklama e suksesshme nuk ka qenë vetëm fryti një ekipi profesional, por se regjisori i idesë dhe realizimit ka qenë vetë fenomeni shkodran. Louise Ailey. Ky zbulim nga Kiara ka ngjallur reagime të shumta nga fansat, të cilët kanë vërshuar me komente pozitive, komplimente dhe fjalë mbështetjeje për kreativitetin e Louisit. Ata e kanë përgëzuar për faktin se nuk ndalet vetëm në talentin muzikor, por shfaqet si një artist i plot që di të shkëlqejë në çdo rol, qoftë si këngëtar, aktor, regjisor apo edhe protagonist i çdo projekti ku vendos dorën. Reklama, ku Louisi shfaqet si një kauboj modern në një fermë të vërtet Bulmeti, duke miell lopët, duke shijuar produktet dhe duke dhënë mesazhe që përcjellin thjeshtësi, origjinalitet dhe cilësi, ka bërë që publiku të mbetet i mahnitur. Komenti i Kiares i ka dhënë edhe më shumë emocion dhe ngrohtësi këtij projekti, duke treguar një herë tjetër lidhjen e fortë të çiftit dhe mbështetjen e madhe që ata i japin njëri tjetrit në çdo hap të karrierës dhe jetës. Pa dyshim, kjo reklam dhe ky detaj i zbuluar nga Kiara e kanë bërë publikun të presë me padurim surprizat e radhës nga Louisi, i cili po dëshmon se është një artist me dimensione të shumta, i dashur dhe i admiruar nga të gjithë. Ky moment ka treguar se Louise Ailey jo vetëm që ka arritur të fitojë zemrat e publikut me zërin dhe karizmën e tij, por po i mahni të gjithë edhe me kreativitetin dhe aftësinë për të sjellë ide të reja dhe të freskëta. Publiku është entuziazmuar jo vetëm për cilësinë e reklamës, por edhe për mënyrën se si Louisi arrin të sjellë një frymë të re në çdo projekt ku angazhohet. Ndërkohë, fansat kanë nisur të kërkojnë më shumë nga ai, duke shpresuar se ky nuk do të jetë vetëm fillimi i një rruge të re në botën e regjisurës apo produksioneve kreative. Me këtë reklam, Louisi ka treguar se kur talenti, pasioni dhe origjinaliteti bashkohen, rezultati nuk mund të jetë gjë tjetër veç se një sukses i jashtëzakonshëm që mbetet gjatë në kujtesën e të gjithëve. Tashmë të gjithë janë kurioz të shohin se çfarë do të sjellë në vazhdim fenomeni shkodran, i cili çdo ditë e më shumë po dëshmon se është një artist i kompletuar dhe i papërsëritshëm.